Vetëm 10 gjethe nga kjo bimë I japin lamtumir çdo problemi, ja si ta përdorni. Hithra është e njohur edhe si urtja dionika në latinisht dhe ka një trashëgimi të pasur bimore. Hithra ka qenë e përdorur si një diuretik që në kohët e mesjetës në Europë. Një filxhan çaji hithrave ose ujë hithrave përmban vitaminën A, B, K, riboflavin, niacin, folat, karbohidrate, yndyrna dhe proteina. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Ajo është gjithashtu e pasur me minerale të kalciumit, hekurit, kaliumit, fosforit, manganit, zinkut, bakrit dhe magnezit. Ju mund të përgatisni këtë lëng nga hithra duke vluar disa gjethe të saj në ujë. Mund të shtoni një lugë mjalt për ta ëmbëlsuar dhe kështu keni arritur të krijoni një lëng vërtet të veçantë me efekte të mira për organizmin. Por cilat janë përfitimet kryesore që do të merrni nga hithra? Në këtë video, sipas Eating Well, do të rëndisim disa nga përfitimet kryesore që hithra mund të ofrojë në shëndetin tuaj. Ajo parandalon formimin e gurve në veshka dhe problemet e traktit urinar. Lëngu I hithrave është një diuretik natyror që lejon rrjedhjen e dur të lëngjeve nga veshkat dhe nga fshikza, duke parandaluar kështu formimin e gurve në veshka. Ajo mund të trajtojë infeksionet e traktit urinar, të lehtësojë dhimbjet e gjymtyrëve dhe të muskujve. Hithra ka qenë e përdorur që në kohët e lashta në trajtimin e artritit. Ka veti të mira antiinflamatore dhe redukton dhimbjet e muskujve, gjithashtu lehtëson ekzema dhe problemet e lëkurës. Për shkak të vetive antibakteriale që ka, lëngu I hithrës ndihmon eliminimin e toksinave nga trupi, lehtëson sëmundjet dhe irritimet e lëkurës. Ajo parandalon dhe shëron alergjitë. Lëngu I hithrave mund të lehtësojë alergjitë që ndodhin për shkak të ndryshimeve sezonale si kruajtjet, sekrecionet ose edhe të shtimat. Ajo është një tonik shumë I mirë për femrat. Lëngu I hithrës është I pasur me hekur dhe ndihmon në luftimin e anemisë. Gra shtatzana duhet të përdorni lëngun e hithrave për të parandaluar edhe problemet e tyre. Femrat që vuajnë nga dhimbjet e ciklit mund të përdorin lëngun e hithrave gjithmonë në këshillën e ekspertit. Hithra është e mirë gjithashtu edhe për sistemin tuaj tretës. Pini lëngun e hithrave në mënyrë që të parandaloni dispepsin, të vjellat, kolitin, parazitët në zor dhe problemet e traktit tuaj tretës. Përdorimet të tilla të kësaj bime do të jenë fantastike në rigjenerimin e shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Sigurohuni që hithrën ta keni pjesë të pandarë të dietave tuaja dhe rezultatet që do të merrni prej saj do të jenë mbreslëndse dhe dobipruese në dobi të vlerave të shëndetit dhe jo vetëm. Hithrat janë të mira gjithashtu edhe kundër luhatjeve të papritura të sheqerit në trup. Hithra përmban beta-sitosterol. Ky përbërës ndihmon edhe në thithjen e kolesterolit të keq dhe siguron të keni një zemër më të shëndetshme. Hithra do të ruajë strukturën e duhur të qelizave. Hithra është e pasur me flavonoide të tilla si quercetina, I cili është një antioksidant I shkëlqyer. Lëngu I hithrave do të ndihmojë gjithashtu edhe në mbrojtjen e ADN-s. Ajo mund të ulë gjithashtu edhe problemet të sheqerit. Hithra është e pasur me flavonoidin e quercetinës, I cili është një antioksidant I shkëlqyer. Lëngu I hithrave do të ndihmojë në mbrojtjen e ADN-s dhe parandalimin e komplikacioneve të saj. Për sa kohë ajo përdoret në mënyrën e duhur dhe në kujdesin paraprak, rezultatet që do të merrni prej hithrave do të jenë fantastike në dobi të vlerave të shëndetit dhe jo vetëm. Hithra do të parandalojë luhatjet e papritura të sheqerit në trup. Lëngu I hithrës do të ulë nivelin e sheqerit dhe glicemisë në trup. Hithra është perfekte për higjienën tuaj orale. Përdorini lëngun e hithrës në formë gargare në mënyrë që të pastroni edhe gojën nga bakteriet e dëmshme, të cilat çojnë në prishjen e dhëmbit, madje edhe në erën e keqe të gojës. Përdorimet të tilla të hithrës do të jenë fantastike për shëndetin tuaj dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Në vendin ton janë shumë të përdorura hithrat, si në gatime, gjithashtu edhe në trajtime të ndryshme të shumë komplikacioneve, dhe përfitimet që do të merrni nga përdorimi I hithrave do të jenë fantastike në rigjenerimin e shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Kjo bimë është të përdorur ndër shekuj edhe për të lehtësuar probleme të ndryshme të alergjive.
veçanërisht ato të shkaktuar nga pluri ose edhe nga poleni. Hithrat, falë vlerave të tyre diuretike, janë shumë të përdorura në trajtime të problemeve të veshkave dhe problemeve të ndryshme siç janë për shembull edhe infeksionet urinare. Lëngu i tyre është perfekt për të larguar edhe lëngjet e tepërta të organizmit që prodhon, duke lehtësuar kështu funksionet e zemrës dhe qarkullimit të duhur të gjakut. Por së fundmi, një studim i kryer nga Universiteti i Plymouthit doli në përfundimin se hithra mund të përdoret edhe në lehtësimin e problemeve të artritit. Personat të përfshirë në studim vunë re se pas aplikimit të pastës me hithra, ata patën një lehtësim të dhimbjeve të tyre dhe patën një qetësim më të mirë si dhe përmirësim të gjendjes së tyre. Gjithashtu ata vunë re më pak dhimbje gjatë trajtimit me lëngun e hithrave. Por përse funksionon hithra kundër dhimbjeve siç janë edhe ato për shembull që shkakton edhe artriti? Sipas të dhënave të mbledhura nga studiuesit, dhimbjet e personave që vuanin nga artriti u qetësuan në ndjeshëm pas përdorimit të hithrave, kjo falë serotoninës dhe histaminës që ato përmbajnë. Këto dy substanca janë gjithashtu neurotransmetues të cilët dërgojnë sinjalet e dhimbjeve në tru. Nga ana tjetër, kur hithra aplikohet, ato do të lehtësojnë këto komplikacione dhe do të nxisin një përmirësim të gjendjes suaj. Gjithashtu, lëngu i shtypur i hithrave do të arrinte të paksonte nivelet e acidit urik. Ky acid prodhohet kur organizmi tret proteinën dhe akumulohet në nyje dhe në kocka, duke shkaktuar inflamacione dhe dhimbje të tyre. Por si ta përdorni hithrën për të lehtësuar këto dhimbje që shkakton edhe artriti? Metoda e parë, sipas ekspertëve të Plymouthit, është ta aplikoni direkt në zonën ku keni dhimbje të forta. Një tas me gjethet të hithrave të shtypura. Pra mjafton që të shtypni në mikser gjethet të njoma të hithrave me pak vaj ulliri dhe të lyeni zonën ku keni dhimbje. E mbani për 5 deri në 10 minuta dhe më pas e pastroni lëkurën me një letër ose e shplani atë mirë. Nëse nuk e duroni dot të djegjen që ajo mund të shkaktojë, shkoni dhe aplikoni atë në forma të ndryshme, ose mjafton të pini lëngun e hithrave për të marrë përfitimet e saj mbreslënse. Hithra është një bimë që praktikisht mund të ofrojë shumë përfitime. Për sa kohë përdoret me kujdes dhe në formën e saj natyrale, vlerat që do të merrni do të jenë të larmishme. Hithra është e njohur si Urtia dionica në latinisht dhe ka një trashëgimi të pasur bimore. Ajo është gjithashtu e pasur me nivele shumë të mira të kalciumit, hekurit, kaliumit, fosforit, manganit, zinkut, bakrit dhe magnezit. Ju mund të përgatisni lëngun e hithrave duke vluar disa gjethe të hithrave në ujë. Mund të shtoni gjithashtu një lugë mjalt për ta ëmbëlsuar. Ja disa veti ushqyese që hithra mund të ofrojë në shëndetin tuaj. Hithra do të parandalojë formimin e gurëve në veshka dhe në traktin tuaj urinar. Shtimi i hithrave në dietën tuaj mund të lehtësojë gjithashtu komplikacionet tuaja, duke parandaluar edhe problemet që i kanosen shëndetit tuaj në mënyrë të përgjithshme. Hithra do të lehtësojë dhimbjet e gjymtyrëve dhe ato të muskujve. Hithra ka qenë e përdorur që në kohët e lashta në trajtimin e problemeve siç është për shembull artriti. Ajo ka veti të mira antiinflamatore dhe redukton gjithashtu edhe dhimbjet e muskujve dhe lehtëson edhe komplikacionet e tyre. Hithra do të lehtësojë ekzema dhe probleme të tjera që i shkaktojnë lëkurës. Për shkak të vetive antibakteriale që ka, lëngu i hithrave do të ndihmojë shumë në këtë aspekt, duke parandaluar komplikacione dhe duke sjellë kështu rezultate konkrete pozitive në shëndetin tuaj të përgjithshëm. Shtimi i hithrave në menunët tuaj ditore do të përkthehet në një mbrojtje më të mirë të organizmit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Ekspertët i cilësojnë hithrat si një prej përzgjedhjeve më të mira ushqyese që mund t'i ofroni shumë vlera shëndetit tuaj. Për sa kohë ato i përdorni nën kujdesin e dur dhe në vëmendjen e dur mjekësore, rezultatet që do të merrni prej tyre do të bëjnë ndryshime vërtet parësore në dobi të vlerave të shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Vëmendje. Ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë
të mos zhvendësoj në këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe miqtë e tu.